jam Regina dhe ju më ndryshe më njihni si vajza e sagave. Sot jemi në një tjetër video për një tjetër libër dhe do ju flas për një temë shumë pikante dhe një libër shumë pikant. A do të pranonit vallë të mbeteshit gjithmonë të rinj dhe çdo mëkat dhe çdo gabim i juaj të reflektohet te portreti juaj? Sot do ju flas për një libër që ju bën të drithëroheni, ku preken tema si dashuria, bukuria dhe vetbesimi, ku preken temat nga më çnjerëzoret, ku një roman që ju çon në një Londër të errët. Po flas për portretin e Dorian Grayt, një libër që do ju rrën qefi në momentin që do të lexoni. Autori i librit, Oscar Wilde, është një ndër autorët më të spikatur të Londrës. Fatkeqësisht ka ardhur vetëm me këtë librin dhe mund t'ju them që ka një mënyrë therrse të humorit tij të zi. Mënyra e tij e të shkruarit është mahnitëse dhe kur them mahnitëse po flas si një vajzë që klasikët nuk i ka një ndër të preferuarat e saj, por edhe pse i lexon. Kur mora në dorë këtë autor, mendova se ky libër nuk do më eci. Por përkundrazi i ka mbaruar për 48 orë dhe 48 orë ka ngelur dhe do ngelen gjatë në memorien time. Ngjarjet e librit do të na zhvillohen në studion e piktorit Bazil, aty ku do na shfaqen 3 personazhet kryesore kyçe të librit: Lord Henry, Dorian Gray dhe piktori Bazil. Le të fillojmë me piktorin Bazil, një piktor që po shfaqte të gjithë pasionin e tij për pikturë me portretin e Dorian Grayt, ku po pikturonte një djalosh të ri me një fytyrë ëngjëlli që të bënte të dashuroheshe me të. Por ishte edhe muza e tij dhe ai po e mbronte me gjithë forcën e tij karshi Lord Henry, që ishte një nga njerëzit më të famshëm të asaj kohe dhe ishte shumë egoist dhe shumë cinik, shumë i drejtë për drejtë. Gjatë bëri takimi i Lord Henry dhe Dorian Grayt, bëri të shfaqte tiparin kryesor të Dorian Grayt: egoizmin, dashurinë për vetveten. Deri në atë pikë sa vendosi që të shprehte dëshirën e tij më të errët, që portreti të vjetërohej dhe ai të mbetej gjithmonë i ri. Por çfarë do të ndodhi me portretin? Në fillim s'po ndodhte asgjë, derisa një gabim, një mëkat që Dorian Gray bëri, filloi të shfaqte rrudhat e para të portretit. Gjë që filloi ta tmerronte Dorian Grayn dhe të mund ta vendoste portretin në një vend të errët ku drita nuk e takonte, ku askush të mos e shikonte portretin e tij, që po kthehej në një njeri të lig, një njeri që po tjetërsohej. Nuk ishte më ai djaloshi bukurosh, ai djaloshi që të bënte për vete, por ishte një njeri shumë i egër dhe shumë i lig. Por në këtë libër nuk shfaqen vetëm këto. Ky libër është një filozofi e gjallë. Ky roman është shumë filozofik dhe nëse ju doni të nisni klasikët, unë ju sugjeroj ta nisni me portretin e Dorian Grayt, pasi është një roman që do ju mësoj për natyrën njerëzore, se sa i aftë është natyra njerëzore të bëjë të mundur të arrijë në dëshirat e tij më të errta, se çfarë arrin njeriu të bëjë, qoftë edhe për një dëshirë që të mbetet gjithmonë i ri. Këtu vëmë re pamjen e egoizmit të tepruar dhe dashurisë për vetveten që kishte Dorian Gray. Dhe në anën tjetër vendosim Lord Henry, që ishte cinizmi më i madh dhe që mundonte të thoshte të gjithmonë atë që njeriu nuk e thot kurrë. Por a do të mundeshim ne të jetonim në këtë lloj mënyre siç jetoi Dorian Gray? Dhe ju, nëse e keni lexuar, më lini koment dhe më thoni se si është dukur ky libër, pasi për mua ky është një ndër klasikët më të bukur që kam lexuar në 2025
dhe mund të them me plot gojen që do e sugjeroja me patjetër për ta lexuar. Dhe ju tashmë e dini se çfarë duhet të bëni në këtë kanalin tim të vogël, një like, një koment dhe një subscribe për video të tjera, për klasik të tjerë, por edhe për bashkohor. Shihemi në video të tjera dhe bye!